Belinda Lubia, si njeri i rrahur me vaj dhe uthull, e ka sklav Ramën. Rama është sklav i saj. Pse Rama është sklav i saj, Desada? Sepse aktiviteti vjedhës korruptiv i tyre është edhe 25 vjeçar. Ajo ka qenë asistentja kryesore në të gjitha vjedhjet e Ramës në bashki dhe ato kanë arritur sipas OSBE-s, raportit të OSBE-s, në 200 milion euro në bankat offshore, që Rama se kundërshtoi dot kurrë këtë akuzë. Në këtë kuadër të them realitetin, është Lubia ajo që komandon plotësisht Ramën. Dhe ju keni konstatuar se si Rama është bërë avokati më kryesor i saj, qoftë në gjykata, qoftë në publik, qoftë kudo. Gjë të cilën Spiro Pali nuk e mori përsipër, sepse Spiro Pali në takimet e saj, ku në çdo takim çështja e parë që i ngrihej ishte çështja Balluku, Spiro Pali nuk shpreh se ajo është e pafajshme, ajo këto, por shpreh në mënyrë evazive se shpresoi që drejtësia të mos pengohet dhe të gjitha këto nga shoqëruesit e saj i shkonin direkt Ramës dhe Lubis. Dhe unë këtë pata paralajmëruar prej kohësh se e mora vesh, dhe do ketë dhe tjerë Desada, se asnjë nga këta që takohen me të huaj, ta që aty në parlament rrahin gjoksen dhe bën avokatër të saj, në takime me të huaj nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj, por lanë të kuptohet që gjithçka është nga ndërlidhja që ka me Ramën, sa që janë të habitur të i gjithë komunitet ndërkombëtar se çfarë lidhje, po ata gabojnë një gjë, komunitet ndërkombëtar. Gabojnë një gjë. Të gjitha ata që mendojnë se lidhjet në shumëllojshmërinë e lidhjeve disa janë parsore, unë u them atyre se lidhjet më të tmerrshme, më të pazgjidhshme janë lidhjet në krim. Dhe çdo aludim për lidhje tjera është i gabuar. Lidhja e Lubi Ballukut me Edi Ramën janë lidhje në krim. Kjo është gjithë problemi. Prandaj ai nuk e lëshon dot. E ka dhe jo vetëm do ketë dhe koka tjera, se ajo këtë punë i ka themun si ja ky, si ja mbylli gojën, Taos, i nxori regjistrimet e Bistrit, e Oltën Bistrit. Ajo është marrë me një vëtari të zezë përgjuese ndaj tyre si askush tjetër. Dhe Ramën ajo e ka të përgjuar në çdo lloj drejtimi. Genz Gjoni Bala, zoti Berisha, përshëndetje. Dje policia ka sulmuar edhe aktivistët e Adriatic Llapajt. A mendoni se po përshkallëzohet dhuna ndaj zërave kundër? Denoj me forcën më të madhe dhunimin e aktivistëve protestuesve paqësor para kryeministrisë të zotit Llapaj dhe heqjen e çadrës së tyre. Ky është një akt antiligjor, i turpshëm, i një frigacaku që ka tolerancë zero ndaj kundërshtarëve. Si kundër denoj aktin kriminal dhe banditesk të Taulan Ballës në parlamentin shqiptar me porositë e Edi Ramës. Një hakmarrje të verbër primitive ndaj Albana Vokshit, e cila ka qenë zë i fuqishëm në mbar komunitetin ndërkombëtar ndaj narkoregjimit, Edi Rama urdhroi taun e tij për të përdorur një gjuhë prej stër ordineri,
një gjuhë me cilin ai meriton ndëshkimin më të madh. Dënoi gjithashtu përjashtimin pa asnjë motiv 20 ditë të deputetit Agron Shehaj nga parlamenti si një verbëri e Edi Ramës, se të gjitha kryen me urdhër të Edi Ramës dhe si një përpjekje për të shuar çdo zë opozitar.